Këtu kemi bërë mbi 2-3.000 hektar shfrytëzim pyes. Ja, sipër aty janë pyje të shfrytzuara, por ka qenë shfrytëzimi në mënyrë shkencore. Aty është ndërhyrë 5 herë. Derisa është instaluar filizëria dhe ka arrit filizëria mbi 1 metër, nuk lejoshi prerje përfundimtare. Edhe që mos më dëmtu filizëria punosh me 2 metra bor atje. Materiali kalonte mbi bor edhe nuk dëmtoi filizëria në fund. Sot nuk kemi asnjë sipërfaqe ku është shfrytzuar pa instaluar pa ripërtërir pylli. Shpallja park e Shebenikut është bërë në vitin 2008. Në qoftë se këtu nuk do të ishte park, që në Rajc, edhe derisa të bledh do të ishte një tjetër pamje, do të ishte një shkretir. Shebeniku është i shtruar, nuk ka shumë i thyrë, edhe ka kullota të bukura, ka lumej, ka burime, ka pyje të mrekullueshme, ka kafshët e egra. Para 2 vjetësh në brenda zonave të mbrojtura, u pikasën 3 rrëqebuj, por vendi nuk e tregojnë për arsye sepse ndiqen shumë nga gjuetarët dhe nga njerëzit e papërgjegjshëm, që edhe i vrasin. Dami më i madh në pyje bëjnë zjarret. Ja, të marrim gjithë këto pyje këtu ku jemi, janë pyje të 40 vjeçar, 45 vjeçar, pyje pishe artificiale, që është bërë një investim kolosal, mbi 500 hektar. Është një pyll 45 vjeçar, ky mund të zhduket mërna 24 orë në zjarre. Viti 2012 kemi pasur disa zjarre, por komuniteti janë treguar shumë të gatshëm në drejtim të fikjes të zjarreve. Ne kemi pas një rast aty në lugjet e Hysës në Qafshat. Aty kanë ardhur edhe emigrantët nga Italia që ishin për pushime, kanë ecur derisa u fit zjarri aty mbi 2 javë. Hecet për herë park mas vitit 2000. Qarrisht është ndërtuar në vitin 1968 një hec i vogël, që furnizonte me energji elektrike fshatin. Edhe ky hec ka funksionuar deri në vitin 1990, 92, 93, kështu nuk u kujtohet. Pastaj tu e mori një pronar e bleu atë, edhe ne nuk lejuam për shembull që në lum të fuste kanalin me beton me kështu, por vetëm ashtu siç e ka pas qysh kur ka ardhur fshati këtu që e ka pas kanal vaditës. Hecet kanë ardhur këtu në zallin e Qarrisës që fillon këtu në Rrinë dhe del në Rapun, janë bë 2 hece, edhe flitet ose nuk ti, por flitet që janë plan edhe të tjerë, edhe po të bën ato parku nuk ka kuptim park. Dëmi më i madh në hecën është futja e ujit në tuba që futet këtë lumi, edhe nuk zbatohet ajo që 30% e ujit jetë, për vaditje 30%. Jetë ke heci edhe 30% jetë në lumë. Kjo nuk zbatohet. Aty biodiversiteti merr fund. Merr fund. Tash edhe trofta lart këtu, tash ka ardhur në randje. Në Qarrisë, sepse pengohet poshtë atje. Unë kam filluar punë në vitin 1976 dhe fillimisht kam qenë në zonën ujore të Polis Mirak. Këtu mbi 40 vjet kam që punojmë këtu. Këtu kemi bërë pullëzime, kemi bërë sistemime, përmirësim pyjesh, edhe shfrytëzim pyjesh. Se ky shfrytëzimi tingëllon çik, por pyjet edhe duhen shfrytëzuar se nuk, por duhet të shfrytëzuar në mënyrë racionale. Gjyshja ime më qunte malet e kuqe, ka vdek 90 vjeç. Kur ishim të vegjël, domethënë që kam qenë në shkollë të mesme, malet e kuqe. Shebenik është trashun mas në vitet 60, ka mundësi edhe nga ato rusët që kanë ekspedita gjeologjike, edhe e quajtën Shebenik. Po Shebenik quhet malet e kuqe. Me qëllim u vush Shebeniku Јабланица, me qëllim që edhe pjesa më tonë në Maqedoni të shpallet park edhe të jetë një park rajonal. Atë gjë që ata deri sot nuk e kanë bërë. Një takim që bëm në Struk, ishim një shoqat atje me kryetarin e komunës në Struk. Ai ishte, por nuk kishte shumë të punë, sepse thoshe kufizohen të drejtat e komunitetit. Nuk lejohet shumë gjëra kufizohen, duhet kemi një park. Duhet kemi një park edhe bizneset do të jenë, por të jenë që t'i përshtatet trashëgimisë. Pa pyll nuk ka jetë. Pylli është jeta për njeriu. Edhe në një vend që s'ka pyll është shkretir.
30-40% e reshjeve nuk bin tokë të gërryet vend. Nëse është sipërfaqja e vesh dhe mbron shumë. Qytetet që jetojnë në një trafik të rënduar, në një ajër të ndotur, duhet ta kalojnë fundjavën në park. Është kënaqësi e qytetarëve dhe që fshatarët tu duke qoftë në lokale, qoftë në fjete, qoftë ashtu përfitojnë diçka. Shesin mishin, shesin bulmetin, shesin se vinë edhe blejnë. Neve që nuk ikëm në migracion, që ishim këtu në punë edhe kështu. Në fund nuk fituam kush e di çfarë, po fituam këta që kemi kënaqësi që pyet edhe çdo gjë. Jetuam me këtë punë. Unë kam shpresë që do të bëhet më mirë. Edhe jam shumë krenar që edhe pa e dorëzoj domethënë gjithë këtë pasuri që është e padëmtuar, edhe brezat që do vinë ose ai djalë i ri që do më zëvendësojnë, ju uroj suksese që përpara.